Muzeu Arkeologjik i Durrësit ka rihapur dyert para ditën e kësaj të marteje gjatë një ceremonie ku ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, ministri i Turizmit dhe Kulturës Blendi Gonxha, ambasadori i BE-s në vendin tonë Silvio Gonzato, përfaqësuesit më të lartë të UNOPS-it, drejtues të pushtetit qendror dhe vendor e të tjerë. Muzeu më rëndësishëm i Durrësit dhe një nga më të rëndësishmit në Shqipëri dëshmon përmes ekspozimit të rreth 3200 artefakteve, duke nisur nga periudha e Neolitit, rreth 8500 vite më parë, nga periudha greke e lashtë, helenistike dhe romake, zhvillimin e qytetit Buz Adriatikut në kohët antike. I hapur fillimisht më 13 mars 1951, muzeu pas restaurimit të fundit me fondet e BE-s, fal programit EU for Culture, i rihap dyert me një konceptim komplet të ri dhe funksional në të 3 katet e tij. Gjatë fjalës së tij, ministri i Turizmit dhe Kulturës Blendi Gonxha bëri të ditur se stafi i muzeut do të plotësohet me 17 punonjës të rinj, gjë që do të garantojë një shërbim edhe më të mirë kundrejt vizitorëve dhe turistëve. Ka artefakte që janë deri dhe 8500 vjet të vjetra. Imagjinoni se çfarë na pret për të vizituar dhe për të soditur brenda. Pra këto artefakte rrëfejnë në mënyrë të elegante të shkuara në pavionet e ri dhe deri tek elementet e teknologjisë që mundsojnë udhëtimin në kohë brenda qytetit të gladiatorëve e të mbretëreshës të Ut. Nuk po inaugurojmë thjesht një ndërtesë, ne po riinterpretojmë një hapësirë për treguar historinë, qytetin, rajonin, Shqipërinë. Kemi ristrukturuar dhe shtuar numrin e punonjësve në qendrën muzeore Durrës me 17 vet të tjerë, duke çuar në 33 numrin e personelit. Drejtori besoj gëzohet tani që po flas. Rikthimi i mozaikut të famshëm Bukuroshe e Durrësit në qytetin ku ai u zbulua i jep restaurimit të muzeut një tjetër vlerë, por restaurimi i plotë i mozaikut do të marrë kohë dhe këtë proces do ta kryejë restauratori Agron Islami me grupin e tij. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij falenderoi Bashkimin Evropian për gjithë ndihmën e vyer që kanë dhënë në vendin tonë me programin EU for Culture për rihetëzimin e monumenteve dhe muzeve të dëmtuara nga tërmeti nëntorit 2019. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe ambasadori i BE-s Silvio Gonzato. Europa nuk është gjithmonë pa zemër. Zemrën e ka, por e ka thellë edhe duhet durim, duhet vullnet për ta arritur dhe për t'ia ndjerë rrajt e saj. Por është e sigurt që ajo zemër rre dhe që të bëjë pjesë e gjithë qarkullimit të gjakut asaj zemre është një mision kombëtar i yni që vjen nga një histori gjatë, pjesë e cilës është edhe ky muze si dëshmitar i saj. Njerëzit thonë shpesh se ne jemi burokrat, të vështirë dhe në disa raste ne ashtu jemi. Por në rastin e programit EU for Culture, ata gabohen. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu në hapjen e muzeut arkeologjik, i cili u restaurua fal programit EU for Culture. Solidariteti është princip themelor për BE-n. Prandaj ky program nuk konsiston vetëm në restaurimin e monumenteve të rëndësishme në Shqipëri, por edhe për të ndihmuar rihetëzimin e siteve të trashëgimisë kulturore, të dëmtuara nga tërmeti shkatrimtar i vitit 2019. Aktualisht në muze janë ngritur pavionet e veçanta dedikuar periudhave të ndryshme historike në 2 katet e para të tij. Muzeu Arkeologjik i Durrësit pas restaurimit që zgjati 3 vite e gjysmë, ka funksional tashmë dhe oborin e jashtëm.